Festa e Halloween dhe domethënia e saj. Sot është Halloween, dita e rikthimit të shpirtrave të vdekur, shtrigave me pshes, maceve të zeza, errësirës dhe çdo gjëje të frikshme. Kunguj të mëdhenj të ndriçuar nga brenda, skelet, figura hije, kostume të shumëllojshme të çuditshme. Halloween i vitet e fundit po festohet edhe në Shqipëri, ndërsa në botë kjo fest kthehet në garë midis personazheve të njohur për kostumin më të bukur. Halloweeni u përhap në Shqipëri pas viteve 90, duke ardhur e u bërë më shumë konkrete, kryesisht e festuar nga të rinjt. Në Amerike, Shtëpia e Bardhë ka hapur dyert fëmijëve të ushtarëve amerikan për të festuar së bashku Halloweenin. Presidenti amerikan Barack Obama dhe zonja e parë Michelle Obama i pritën me ëmbëlsirat e shtëpisë të gatuara nga shefi i kuzhinës presidenciale. Shtëpia e Bardhë ishte mbushur me kunguj, me vampir e shpirtra të këqij, rrjeta me rimangash e plot simbole të tjera të festës. Halloweeni është një industri prej $7 miliardë në SBA dhe renditet si festa e dytë pas Krishtlindjes. Ç'është Halloweeni? Emri Halloweenit është interpretimi modern i All Hallows Eve të Irlandës apo dita e të gjithë shenjtorëve. Kjo festë tepër e lashtë mbërriti në SBA së bashku me migrantët irlandezë dhe hodhi rrënjë për të vuajtur tani një transformim radikal. Dita e 31 tetorit kur dhe festohet Halloween shënon fundin e vitit të keltëve dhe besohet të fjetë dita kur shpirtat e atyre që kanë vdekur vitin e mëparshëm do të kthehen për të zënë vend në trupin e një të gjalli. Pikërisht për këtë arsye, njerëzit veshin kostume të frikshme për t'i trembur. Ekzistojnë versione të ndryshme të traditave të Halloweenit, por origjinën e vërtetë e gjejmë në festivalin antik të keltëve, të njohur si Samhain. Në Skocinë e vjetër, mendohej se ishte pikërisht nata e 31 tetorit, kur nuk kishte më kufi mes botës së të gjallëve dhe të vdekurve. Legjenda thot se shpirtrat që kishin vdekur gjatë atij viti mblidheshin së bashku për t'u përzier me botën e të gjallëve dhe më pas për të nisur rrugën drejt një bote tjetër. Në natën e fundit të korrave të vjeshtës, bota ndryshon nga ngrohtësia e diellit të verës në ftohtësinë e errët të dimrit, toka nga pjellore në shterp. Keltët e lashtë besonin që ky tranzicion u jepte formave të mbinatyrshme një shans për të thyer përmes në botën e të gjallëve edhe shkatrimet e tyre djallëzore të lulëzonin. Ata vinë për të festuar natën kryesor në dimër si Samhain, fundi verës. Festivali konsiderohet gjërësisht të jetë shenjë paralajmëruese e Halloweenit. Në natën e Samhain, keltët besonin se shpirtrat e njerëzve që kishin vdekur vitin e kaluar do të ecin në mesin të gjallëve. Kështu, fshatarët vinin ushqim dhe ëmbëlsira të qetësonin shpirtrat e tyre, një ritual që mund të ketë paraprirë trillimin apo trajtimin. Nuk ka asnjë provë në fakt se Samhain ishte me të vërtetë një festival i të vdekurve, sipas historianit Nicholas Rogers, në librin e tij Halloween, nga ritual pagan në fest mbrëmjeje. Edhe pse Halloweeni ka origjinë pagane, emri i saj rrjedh nga pushimi i krishtianëve All Hallows Eve, dita e shenjtorëve, apo mbrëmja para ditës të të gjithë shenjtorëve. Pushimet në fakt u përshtatën nga krishtianët të cilët shpresonin zhdukjen e paganizmit dhe gjatë viteve disa nga aspektet më të errta të Halloweenit u zëvendësuan me festime me më shumë dashuri, dritë apo miqësi. Por lidhjet e Halloweenit me të frikshmen dhe të mbinatyrshmen mbahen të forta ende në festimet në të gjithë botën. Kostume kelte. Përveç sakrificës së shpirtrave për zotat dhe mbledhjes së rrethëzjareve të mëdhenj, shpesh herë keltët vishin kostume, ndoshta lëkura kafshësh, në mënyrë që të ngatronin shpirtrat dhe të pushtoheshin prej tyre. Gjithashtu thuhet se keltët, duke vendosur maska apo duke pikturuar fytyrën, donin të mishëronin paraardhësit e dekur, djemë të rinj visheshin si gra dhe kundërta duke thyer për një periudhë të shkurtër ndarjet bindëse sociologjike. Sipas gojdhënave, keltët, duke u veshur si shpirtra,
shkonin nga një shtëpi në tjetrën duke bërë performanca qesharake në këmbim të ushqimeve dhe pijeve. Një praktikë e frymëzuar ndoshta nga lënia jashtë dere e një copë buke apo një pije si ofertë për qenjet mbi natyrshme. Ndikimi i Krishtinit te Halloweeni. Në vazhdim, liderët e Krishtjen i bën të tyren këtë traditë dhe transformuan festën e Samhain si festat e tjera pagane. Në shekullin e 7, Papa Boniface IV dekretoi se 1 nëntori të festohej si dita e shenjtorëve, All Hallows Day. Në vigjil të festës të vazhdonin të ndizeshin zjarre të mëdhenje të visheshin kostume, por në një emër tjetër, All Hallows Eve, që në vazhdim do të bëhej Halloween. Halloweeni arrin në Amerikë. Ishin emigrantët europian që ecuan festën e Halloweenit në Shtetet e Bashkuara. Në fakt, festimet bën vërtet popullore në shekullin 19, në kulmin e emigrimit irlandez. Sipas gojdhënave, është Anoka në Minnesota, vendi ku zhvillua për herë të parë festa zyrtare Halloweenit. Duke filluar që nga viti 1920, në qytet ndizeshin zjarre të mëdhenj dhe bëhej parad me maska. Arti i fshehjes. Sipas shoqatës së tregtarëve amerikan, çdo vit rreth 40% e popullsisë amerikane vishet me kostume të ndryshme, konkretisht 120 individ, mes tyre fëmijë, të rritur, madje dhe kafshë shtëpiake. Mbi 11% të qenjve dhe maceve shtëpiake, pronarët e tyre i veshin me maska. Ja 10 kostumet më të popullore që kanë veshur të rriturit në vitin 2011. Shtriga, vampir, pirat, infermiere, vampire seksi, mace, mumje, zana, Batman, Dracula. Kostumet më të popullore mes fëmijëve, po në 2010-ën, kanë qenë këto: princesha, njeriu me rimang, shtriga, pirat, princesha Disney, fantazma, Batman, superheronj, kunguj vampir, personazhi i Luftra e Jelleve. Triumfi i sheqerit. Sipas regjistrimit të përgjithshëm amerikan, në Shtetet e Bashkuara janë rreth 36 milion fëmijë nga mosha 5 deri në 13 vjeç që trokisin në përder duke thënë ëmbëlsirë apo pije. Në vitin 2011, fëmijët amerikan kanë konsumuar 11 kg ëmbëlsira, pjesën më të madhe të cilave gjatë periudhës së Halloweenit. Kunguj rekord. Shteti amerikan që prodhon më shumë kunguj është Illinoisi, me 190 milion kilogram në vitin 2009. Kungulli më i rend në botë sipas rekordeve Guinness është prodhuar në vitin 2010 në New Richmond, në Wisconsin, nga Chris Stevens. Fermeri rriti një monster prej 822 kilogramësh, me një perimetër 4.6 metra, që ekspozua në kopshtin botanik të Bronxit në New York. Rreth 90% e peshës së tij përmban ujë. Një kungull rekord mund të rritet 15 kg në ditë dhe arrin për masat e një makine breshkë të tip Volkswagen. Magji e çuditëra të tjera. Sipas një sondazhi amerikan të zhvilluar për Halloween, në vitin 2007, më shumë se 1/3 e amerikanëve deklaroi se beson tek fantazmat. 23% pohuan se e ka parë një të tillë apo që e ka ndjer pranin e një fantazme. Gjithmonë duke u basuar tek sondazhi, 1/5 e amerikanëve beson se magjit janë të vërteta. Legjenda metropolitane. Disa histori që tregohen për festën e Halloweenit janë të frikshme, edhe duken sikur kanë gjetur njerëzit e duhur për t'i besuar, edhe pse pas tregimeve nuk ka asgjë të çuditshme. Një prej këtyre ka të bëjë me ndjekësit e sekteve satanike, një fenomen më i pranishëm te gënjeshtat se sa te të vërtetat, që për festën e Halloweenit sakrifikojnë macet e zeza. Megjithatë, rastet e dhunës të regjistruara tek macet e zeza janë më tepër vepër e ndonjë adoleshentit të shqetësuar.